ty nuk të takon kur me përqesh ndonjë njeri apo me fol keq për to. Ti kur nuk i ke vesh, nuk i ke moth këpucet e dikuj tjetër. Nëse ti përqesh ose fol keq për një njeri, ti je duke fol keq dhe je duke përqeshur Zotin. Njeri të keq nuk ka. Ka vetëm njeri me vedije apo pa vedije. Ka vetëm njeri me trauma apo pa trauma. Ka vetëm një njeri që ka pas një të kaluar shumë të keqe apo shumë të mirë. Ti kur nuk je në lëkurën e dikuj tjetër. Kujdes pra, mos i përqesh tjerët, as mos fol keq për askën. Nëse mundesh me ndihmu, ndihmo. Nëse nuk mundesh me ndihmu, me mirë hesht. Për ndryshe, vetëm ke me kriju karma. Dhe mos harro, bota është e rrumbullakët. Një ditë gjithçka sillet. Atë energji që e ke investu, si për mirë, si për keq, mos harro. Çdo të copës, çdo pjesë e asaj energjie, një ditë që e ke dhënë dikon, do të kthehet. Kështu që shiqo për vete dhe mjafton.